Populli ka nevojë tani. Po populli ka nevojë gjithmonë. Ripërtritje. Vetëm për një gjë do të falenderoj. Po ha. Që ke zgjedhur këtë zotërinë. Po, kemi zgjedhur njëri tjetrin. Kemi zgjedhur njëri tjetrin them, më kupton? Njëri ndeshëm. E vërtetë është. Si kaloni? A jeni mirë? Si ke qenë? Mirë, faleminderit. Ju mirë? Mirë. Shkëlqyer nga gjitha. Faleminderit. Po japim, po ja. Falenderoj, gjithë të mira. Që ke zgjedhur zotërinë. Janë njerëz të mirë, të mbarë, të përgatitur. Edhe unë shokët si vetja e kam, kështu që të mira. Mirupafshim, shëndet. Shikoj gjithmonë në Instagram, në Facebook, në TikTok, në gjitha. Shumë Falenderojmë jashtë. Vajta morë insulinën dhe më thanë do paguash. Nuk ka i thash në Kongon, Tanzani, Somali, Afrikë, të paguat insulina. Jo se nuk ta them për reklam, se mund të vinë shumë veta aton. Po kësaj radhe duhet ta marrësh ti aton. Të paktën votën e atyre njerëzve që janë të ndershëm aton. Pastaj ata që kanë interesa të tjera Të shohim gjithmonë zotërinë. Patjetër. Në media kështu dhe keni krijuar kështu. Paktën Është gjë e mirë. Është gjë shumë e mirë. sepse zakonisht njeriu sa do të shtiret, ose do ta nxjerrë Po që doj një moment, po, Pa na patjetër. tregoj. Patjetër. Ose dhe të hiqet shumë ëngjëll nga jashtë, Është e vërtetë. edhe gjithmonë populli mund të jetë. Vija jo perdja, po e ka Populli të mund të perdja. jetë çik pak mediokër në kuptimin e mirë të fjalës, po i kupton gjërat i kap. Është e vërtetë. Dhe jo për komplimente, po është respekt. Unë të falenderoj shumë. Gjithë mira. Gjithë të mira. Mirupafshim. Jeni mirë. mbarta bëj zoti. Falenderoj shumë. Po Zoti vepron me duart e njerëzve. Besoj se populli duhet ta zgjidhë rrugën. Unë E mendoj. vërtetë është. Unë jam 69 vjeçar, kam qenë 35 vjeçar në ndrimin e sistemit dhe po të them sinqerisht, ndjem i zhvilluar totalisht. Të kuptoj drejt. Është e vështirë, por s'është e pamundur. Çdo gjë e mirë nis me vështirësi. Përfaqësoj të majtën se do kesh diçka. E përfaqësoj me krenarim atje. Gjithë mira dhe të falenderoj. Të uroj sukses. Falenderoj shumë. Shëndet. Do a lëm një fletushk, e lexoni kur të keni kohë. Faleminderit.